Përshëndetje, shkusë mirë se po takojmë në këtë edicion të ri informativ. Wesley Clark, ish komandanti suprem i forcave aleate të NATO-s në Evropë, do të fillojë dëshminë sot në procesin gjyqësor që është duke zhvilluar ndaj ish-krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Sipas gazetares së Klan Kosovës, Rina Mujko, e cila po qëndron në Hag nga dje, ai fillimisht do të pyetet për të kaluarën e tij, për gjithë përvojën ushtarake që ka pasur në NATO dhe lidhjet me luftën e fundit në Kosovë. Tema e parë që mbrojtja tha që do të ngrejë ndaj Clarkut do të jetë përpjekja e tij për zbatimin e marrëveshjes së arritur mes Slobodan Miloševićit dhe Ibrahim Begovës në tetor të vitit 1998 e më pas për rezolutën 1199 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ai do të flasë edhe për fushatën 78 ditore të bombardimeve të NATO-s. Dërsa Partia Demokratike e Kosovës sot do të mbaj konventin e saj të përgjithshme. Kjo konvent vjen më herët se që ishte menduar pasi me 12 nëntor, membri Krasniqi dha dorëheqjen nga drejtimi i këtij subjekti politik, derisa sot 17 nëntor PDK zgjedh kryetarin e ri të saj. Bedri Hamza ka shpallur zyrtarisht kandidaturën për lider të kësaj partie, derisa Enver Hoxha e kishte ftuar të njëjtin në një debat televiziv mes atyre dyve. Se kush do të marrë udhëheqësinë e kësaj partie mbetet të shihet gjatë kësaj konvente. Edicioni 4 i Big Brother VIP Kosova nis sot në Klan Kosova duke rikthyer emocione, surpriza dhe pritje të mëdha për publikun që prej javësh numëron ditët për startin e spektaklit më të shikuar në vend. Pas suksesit të edicioneve të kaluara, syt janë sërish tek shtëpia më e famshme ku personazhet të njohura do të përballen me sfida, lojra dhe dinamika që premtojnë drama, humor dhe momente të paharrueshme. Është paralajmëruar se ky edicion do të sjellë risitë më të mëdha që nga fillimi i formatit në Kosovë. Me startin e edicionit të 4, Big Brother VIP Kosova synon të vendosë standarde të reja në televizionin largëtues, duke u shndruar për javët në vijim në temën më të diskutuar në vend. Kurse sindikata e punëtorëve të radio-televizionit të Kosovës lidhur me situatën e rënduar financiare të tyre kanë njoftuar se sot në shenjë revolte do të mbajnë grevë një orë në oborrin e RTK-s. Siç kanë paralajmëruar të njëjtit, greva nis me fillim nga ora 11. Kjo sindikat lidhur me situatën që ata gjenden aktualisht i ka dërguar letra zyrtarëve të lartë evropian. Letrat kanë shkuar në adresë të kryetares së Parlamentit Evropian Roberta Metsola, presidentit së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, si dhe raportueses për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon. Sipas tyre, në letrat e komunikuara është theksuar se mosmarrja e pagave përbën një shkelje serioze të drejtave të njerëzit dhe të drejtave themelore të punëtorëve. Ushtari i Forcës së Sigurisë së Kosovës, që po dyshohet se dje është plagosur nga kolegu i tij, u dërgua për tretman mjekësor në klinikën emergjente në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Këtë për Klan Kosovën e ka konfirmuar Naser Syla, drejtori i emergjencës në QKUK. I njëjti ka theksuar se i plagosuri është në gjendje stabile, ai po vazhdon tretmanin në klinikën e ortopedisë. Për Klan Kosovën, zëdhënësi i policisë së Kosovës për Prishtinë, Enis Plana, ka theksuar se rasti i plagosjes ka ndodhur në ora 14:30 në fshatin Sharban të Prishtinës gjatë ditës së djeshme. Burimet të klanit kanë bërë të ditësh se i plagosur është 22 vjeçar dhe ushtari i Forcës së Sigurisë së Kosovës, derisa pjesë e ushtrisë është edhe personi që ka shtënë me armë zjarri. Të dy gjithmonë sipas burimeve të televizionit kanë qenë jashtë orarit të punës. Vjoj me disa zhvillime të tjera, Shqipëria shënon një tjetër moment të rëndësishëm në procesin e integrimit ka shi rrugës së saj në Bashkimin Evropian. Ditën e sotme do të çelet grup kapitulli i fundit i negociatave në konferencën e 7 ndërqeveritare Shqipëri-BE, që do të mbahet në Bruksel, i cili shënon hapjen e të gjithë kapitujve të negociatave në një kohë prej 12 muajsh. Pas përfundimit të punimeve, Kryeministri shqiptar Edi Rama, Komisionerja për zgjerim të BE-s Marta Koz dhe Ministrja e Punëve të Jashtme të Danimarkës Maria Bjerre do të mbajnë një konferencë të përbashkët për shtëp. Grup kapitulli 5 përfshin bujqësinë dhe zhvillimin rural, politikat e sigurisë ushqimore, veterinarisë dhe fitosanitare, peshkimin, politikat rajonale dhe koordinimin instrumenteve strukturore dhe dispozitat financiare dhe buxhetore. Në prag të hapjes së këtij grup kapitullit të fundit të negociatave për anëtarësi me Bashkimin Evropian, ka hapur dyert në Bruksel edhe godina e misionit të Shqipërisë pranë Bashkimit Evropian. Lajmin e ka ndarë me ndjekësit e tij në rrjetin social Facebook mëngjesin e sotëm,
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama duke shpërndarë edhe pamjen nga ceremonia e hapjes. Në këtë ceremoni ishte e pranishme edhe komisionerja për zgjerim Marta Kos, i cila vlerësoi progresin dhe rezultatet konkrete të Shqipërisë dhe tha se e ndjen veten si ambasador të 4 të Shqipërisë në Bruksel. Sipas saj, Shqipëria nuk po flet, por po vepron dhe veprat po shihen. Kos tha se ka për detyrë që ta sjellë Shqipërinë në Evropë. Tërsa kryeministri Edi Rama falenderoi gjithë ata që po angazhohen për integrimin e Shqipërisë. Greqia është bërë vendi i parë i Bashkimit Evropian që angazhohet drejt për drejt në objektivat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të zëvendësuar plotësisht gazin rus me atë amerikan, pas nënshkrimit të një marrëveshje të re energjetike me Ukrainën. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis nënshkruan një deklaratë të përbashkët që synon furnizimin e Ukrainës me gaz të lëngshëm amerikan ndërmjet Greqisë. Marrëveshja lidhet me qëllim që Kijevi të sigurojë burime energjie të qëndrueshme për dimrin. Me këtë, Ukraina fiton akses të drejtpërdrejt në burime të diversifikuara të energjisë, ndërsa Greqia bëhet një qendër për furnizimin e Evropës qendrore dhe lindore me gaz natyror të lëngshëm amerikan. Pas kësaj marrëveshje, presidenti Ukrainas, në fakt Volodymyr Zelensky, pritet të mbërrijë në Paris gjatë ditës së sotme për të takuar me presidentin francez Emmanuel Macron, i cili është mbështetës i fuqishëm i Ukrainës. Zelensky ka thënë se një marrëveshje e madhe me Francën është duke u përgatitur, por nuk është e qartë nëse gjatë kësaj vizite të tij do të ketë ndonjë njoftim të rëndësishëm. Do të është kuptuar se bëhet fjalë për furnizim me armë. Pas Francës, ai do të shkojë edhe në Spanjë. Ndërsa në vendin e tij, Rusia vazhdoi bombardimet vdekjeprurëse, duke i vrarë të paktën 3 njerëz në rajonin e Harkivit gjatë natës. Shërbimet e emergjencës së Ukrainës raportuan edhe të paktën 13 të tjerë të plagosur. Ne kemi edhe një lajm nga sporti. Kosova ndeshet të martën me Zvicrën në kuadër të kualifikimeve për Kupën e Botës. Dardanët kanë 10 pikë në vendin e dytë dhe tashmë kanë siguruar play-offin. Nga ora 11:30 Dardanët do të mbajnë stërvitjen zyrtare në stadiumin Fadil Vokri, ndërsa në ora 12:45 minuta do të mbajnë edhe një konferencë për media. Kurse në ora 15:45 konferencë për media do të ketë kombëtarja e Zvicrës e lojtarët zviceranë do të zhvillojnë ushtrimet në ora 17 në Fadil Vokri. Kosova për të shkuar direkt në Kupën Botërore duhet të fitojnë të paktën 6-0 ndaj helvetëve në stadiumin Fadil Vokri. Ne ka që mbyllim edhe këtë edicion informativ, por ju vazhdojnë të qëndroni këtu me Gunxhën dhe kolegët tjerë. Mirupafshim. Faleminderit shumë Enes për gjitha këto informacionet që i sollën në kuadër të emisionit Mëngjesit. Qysh e tha dhe vetë